Do t'i lëmë financat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do të vim në Evropë, ku një çantë me disa sende të ashtë quajtura mbijetese, ca para, kartë identiteti, një thikë zvicerane, një elektrik dore, një shishe ujë, një konserve, sigurisht së mund të mungonte edhe e famshme letër higjienike, është ndruar në lajmin e javës. Është një çantë që hapet nga Komisionerja Europiane për menaxhimin e krizave, e cila paralajmëron kohë disi të turbullta përpara. Edhe pse muzika e videos është e gëzueshme, timbri i zërit të saj, pra të komisioneres, është zbavitës deri diku. Gjithsesi, mesazhi është shumë serioz, pasi për herë të parë, Bashkimi Evropian i jep një këshill mbijetese për 72 orë. Mbijetesë nga rebelimet të mundshme të natyrës, por edhe nga ndonjë situatë ushtarake e papritur. Është në fakt një video me një mesazh disi ambig që dukshëm kërkon të informoj, por pa shumë dramë. Po cila është arsyeja pas kësaj video, ndërsa Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paktën këtë javë kanë tentuar të arrijnë disa pika të marrëveshjes totale të paqes. Kam kënaqësinë ta diskutoj këtë video por dhe situatën në Evropë dhe përgatitjen e saj të mundshme për një situatë ushtarake të paparaqitshme me zotin Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ledion, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë nuk e di nëse e ke parë videon për cilën fola, është një video që ka bërë xhiron e Evropës, në mos xhiron e botës, është komentuar dhe ka qenë disi e çuditshme sa i takon mesazhit që përcjell. Unë kam përshtypjen që evropianët po mundohen të mësojnë popullsitë e vendeve të tyre me idenë e luftës. Pra nuk është se ide se mund të ketë një luftë themi javës tjetër apo muajin tjetër, por të mësojnë me idenë që mund të ketë një luftë edhe në Evropë, sepse evropianët janë çmësuar me idenë e luftës. Dhe ajo që ndodhi në 24 shkurt të 2022 kur filloi lufta në Ukrainë ishte një shok, le të themi, për pjesën më të madhe të Evropës, sepse Evropa ka 80 vjet që nuk sheh luftë dhe një vend që ka 80 vite që nuk sheh luftë është mësuar me idenë e luftës dhe nuk e mendon as nuk e imagjinon se çfarë është lufta ose mund të ndodhë një luftë kontinentit evropian dhe sigurisht që një popull i tillë që është mësuar nuk e ka idenë fare se çfarë mund ndodhi në rast se fillon lufta, le të themi, në një moment të caktuar. Pra kam përshtypjen që ky është qëllimi kryesor i Shtetit Evropiane për momentin, për të përgatitur popullsitë e tyre me idenë që lufta është e mundshme. Pra është mund të ndodhë edhe në kontinentin evropian, mund ndodhi edhe në Poloni, në Gjermani, dhe në Francë dhe kudo mund ndodhi, pra nuk është të thënë që ti vetëm në Ukrainë. Pra duhet mësuar një herë evropianët me idenë që lufta mund ndodhi, pastaj të përgatitesh për idenë që në luftë mund të ketë një luftë pas disa kohësh. Dhe kjo është arsyeja kryesore e parë të paktën e vendeve evropiane. Kjo ka ndodhur në Suedi, ka ndodhur në Gjermani, gjithashtu pra ka një përpjekje për të mësuar me idenë që lufta tashmë nuk është më e pamajgjinueshme, siç ishte para luftës në Ukrainë. Pra çdo gjë mund ndodhë në fund, çdo gjë është në tavolinë, kështu që njerëzit duhet të jenë përgatitur për çdo eventualitet të mundshëm. Po nëse do të kishte, supozojmë, një luftë, cili do të ishte armiku dhe ku bazohet Bashkimi Evropian, por dhe vendet e tjera që po bëjnë këtë përgatitje të butë, soft, të popullatës për luftë? Ose cilat do të ishin ato fakte që i bëjnë europianët të mendojnë që Rusia ndoshta mund të sulmonte një vend të Bashkimit Evropian? Unë mendoj që Rusia nuk mesoj se ka në një qëllim të sulmojë Gjermaninë apo Francën apo Italinë apo Britaninë e Madhe. Nuk më përjashtoj mundësinë e luftën në vendet balltike, pra diçka që mund të ndodhë, por ne e marrim si të mirëqenë, ne gjithë bota e marrim si të mirëqenë faktin që lufta në Ukrainë do mbyllet me një marrëveshje. Por ka dhe një skenar tjetër që ndoshta dy palët, Shtetet Bashkuara dhe Rusia, nuk arrin për shumë arsye të mundshme, nuk arrin një marrëveshje paqe në Ukrainë, ndoshta njëra palë nuk e pranon, ndoshta Ukraina se pranon, ndoshta evropianë nuk e pranojnë dhe lufta vazhdon. Dhe në momentin që lufta vazhdon, Ukraina me kalimin e muajve apo edhe një viti apo dy viteve do ta ketë të vështirë të mbijetojë në fushën e betejës dhe në atë moment vendet evropiane ose disa vende evropiane do të jenë detyruara të ndërhyjnë drejt për drejt në Ukrainë për të mbajtur në këmbë Ukrainën dhe ja ku kemi një luftë evropiane. Pra mundësia e një skenari të tillë është shumë e mundshme, por nuk duhet përjashtuar nga opsionet që ndodhen në tavolinë e diskutimeve për momentin. Dhe kjo është ajo që mendon Evropa që mund ndodhin lidhje me Ukrainën, e para dhe e dyta lidhje me atë që thashë në vendet balltike, nëse përfundon lufta në Ukrainë dhe kemi themi një marrëveshje paqe në Ukrainë, Rusia pas disa kohësh mund përpiqet të bëjë një testim. Ky është një supozim i evropianëve apo Rusia ka treguar me veprime të përcaktuara të dukshme apo të padukshme që synon një sulm në vendet balltike? Apo supozohet që pas Ukrainës fillojnë këto vende?
Rusia mund të bëjë një testim në vendet balltike. Nuk mendoj që mund të bëjë një sulm direkt të pushtojë Estoninë apo Letoninë apo Lituaninë, por mund të bëjë një testim sa funksionon NATO në atë parë dhe sa funksionon uniteti evropian. Pra nëse ushtarët rusë futen në zonën Narvës në Estoni, që është 87% ruse, a do të reagojnë dokush në Evropë? A do të dërgojë ushtarë që të le të themi konsumojnë ose të përballen me Po çfarë do t'i duajë një test i tillë Rusisë nëse nuk ka ambicie për të marrë këto vende? Qëllimi i Rusisë në thelb nuk është të bëjë luftë drejt për drejt me vendet e Evropës. Qëllimi i Rusisë është të krijojë kaos, anarki, pasiguri dhe mundësisht të shpërbëjë Bashkimin Evropian, mundësisht të shpërbëjë NATO. Pra një test i tillë në vendet balltike shërben pikërisht për këtë gjë, për të testuar sa ekziston uniteti evropian dhe uniteti NATO. Nëse nuk ekziston një unitet i tillë, pra nuk reagon askush ose reagojnë një ose dy shtete në rastin e provokimit në vendet balltike, gjithë uniteti evropian mori fund, gjithë uniteti NATO-s mori fund. Pra ky është Nisur nga ky testim i Rusisë. Si ka dalë ky testim i Rusisë deri tani gjatë këtyre 3 viteve të luftës në Ukrainë dhe për më tepër gjatë vendimeve ose pas vendimeve të marra nga Trump për një lloj ndryshimi strategjie në lidhje me qasjen e mbështetjes së Ukrainës në përplasje me Rusinë. Si ka dalë testimi i Rusisë? Derisa ishte Joe Biden president, uniteti le të themi NATO-s dhe evropian ishte në 95%, me përjashtim të një vendi si Hungaria, Slovakia, të cilët kishin kundërshtimet e tyre të erpaseshme, por që nuk e kanë peshën e duhur të thyejnë unitetin evropian për aq kohë sa në Shtëpinë e Bardhë në Washington ishte dikush dhe një administracie kishte këtë lloj uniteti. Në momentin që erdhi Donald Trump, ai po e thyen vetë si thua unitetin e Perëndimit, pra nuk ka nevojë ta thyejë Rusia në këtë rast. Në momentin që ai e fillon të thyejë unitetin e Perëndimit, Rusia mund ta ketë lehtë të bëjë një test në vendet balltike dhe ta testojë konkretisht në praktikë si funksionon pjesa tjetër e Europës, sepse për shembull në rast të një provokimi në vendet balltike, ndoshta Shtetet Bashkuara nuk do vinë në ndihmë, po mund të vinë ndihmë Gjermania, mund të vinë ndihmë Franca, Britania e Madhe e tjera, dhe sa kohë mund të vinë ndihmë, sepse ideja është që do të vinë ndihmë. Po mirë, këto shtete, Gjermania, Franca e tjera në kuadrin e cilës forcë do të vinin? Sepse NATO-ja kryesisht ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto si do reagoni, në bazë të çfarë legjislacioni apo në çfarë ombrelle ushtarake do të vepronin? Në rast të tilla nuk është të thënë që sepse ne mësuar me idenë e NATO-s, një shtet i caktuar nëse me përsipër çdo lloj përgjegjësie dërgoi trupa të zënë në Ukrainë, luftën në Ukrainë, është përgjegjësia e tij, nuk ka nevojë të ketë në një legjislacion ndërkombëtar. Nëse qeveria ukrainase për shembull kërkon Francës të dërgojë ushtarët, Franca mund të dërgojë ushtarët. Pra nuk ka asnjë. Pse nuk ka bërë Ukraina deri në këtë moment me shtete të ndryshme të Europës, domethënë, sidomos kur iku Amerika, pse nuk i bën një thirrje Francës kaloni këtej, domethënë nga unë? Sepse askush nuk merr guximin të shkojë. Ata din shumë mirë këtë gjë, nuk mund ta bëjnë. Arsyeja e mungesës së guximit, sidomos e Francës, përvoja me Napoleonin apo edhe faktet aktuale? Napoleoni ishte 200 vjet më parë, kështu që është thjesht. Po, por gjithsesi ai arriti me Aleksandrin e parë, ai arriti një paqe me Aleksandrin e parë pavarësisht situatës vështirë. Ideja është që nëse Franca dërgon trupat në Ukrainë me dëshirën e saj dhe me thirrjen e Ukrainës, kjo do të thotë që Franca do jetë në luftë me Rusinë. Askush nuk e ka guximin për momentin ta bëjë diçka të tillë. Kjo është arsyeja kryesore pse nuk ndodh një gjë e tillë, por Ukraina nuk është pjesë, si thua, e NATO-s. Dhe vendet balltike janë pjesë e NATO, pavarësisht se si NATO funksionon apo nuk funksionon në të ardhmen, por evropianët po mundohen të krijojnë një lloj NATO-je paralele. Pra po mundohen të sillen sikur personi në Shtëpinë e Bardhë nuk ekziston. Pra e kanë marrë si të mbikëqen që ai nuk ekziston aty dhe reagimi natyrshëm, në fakt, reagimi natyrshëm. Unë kam përshtypjen që në muajt në vazhdim me shumë mundësi nuk do kemi më një NATO siç e kemi njohur deri më sot. Me shumë mundësi do kemi një lloj NATO-je evropiane, e cila sigurisht duhet parë në praktikë sa funksionon. Unë kam dyshimet e mia nëse forcat gjermane apo franceze do shkojnë të luftojnë me rusët në vendet balltike, për shembull, nëse ndodh një test i tillë. Pra, kjo është ajo që do të kuptojë dhe Rusia në fundit. Nëse nuk funksionon një NATO e tillë paralele, atë gjithë uniteti evropian mori fund. A kanë vendet e Bashkimit Evropian dhe ato të NATO-s, hiq Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një lloj kohezioni nxitur nga situata aktuale në Ukrainë? Nisur edhe nga takimi i Parisit, ku presidenti Macron ka thirrur vendet Bashkimit Evropian dhe të NATO-s dhe vendet e tjera në atë që ai konsideron, unë nuk e di përkthimin se si vjen në shqip, coalition of willings, pra koalicioni i personave me vullnet, si mund ta përkthemi? Willing, okay, vullnetarë, okay. Pra nëse ishte vullnetarë, domethënë nuk e kanë me detyrim. Ata mund të vinë ose mund të mos vinë, mund të bëhen apo jo pjesë e një, apo
Absolutisht, të gjithë me vullnet janë në ato lloj koalicioni, pra nuk merret askush me njëri me detyrim. Edhe Shqipëria për shembull nëse del vullnetar për dërguar 100 ushtar apo 200 ushtar është çështja e Shqipërisë, pra nuk e detyron njëri të çojë ushtar paqëruajtës në Ukrainë. Unë për momentin kam përshtypjen që evropianët kanë dëshirën për të qenë për të pasur kohezion, por nuk kanë kohezion për momentin. Në rast parë, sepse vendet e mëdha evropiane kam përshtypjen që nuk e kanë përcaktuar mirë çfarë duan të bëjnë konkretisht lidhje me Ukrainën. Pra nuk kanë një ide të qartë se çfarë do të ndodhë, se çfarë pritet për tyre të ndodhe, si do të arrijnë të çojnë trupat tyre në Ukrainë. Sepse këtë një pyetje shumë naive, edhe merret se të duash, domethënë, por çfarë duhet europianëve Ukraina në fund të ditës? Ka qenë një problem i NATO-s, Rusia prej vitesh kundërshtonte futjen e NATO-s në territorin e Ukrainës dhe afrimin e saj në kufit me Rusin, ndërkohë që tani Amerika nuk është, NATO nuk është kërcënuese, pra mbeten këto vendet europiane brenda NATO-s, jashtë NATO-s në një status të papërcaktuar edhe ushtarak. Tani konkretisht interesi europianëve i anglisë që ndodhet goxha larg Ukrainës, cili është në Ukrainë? Atëherë ideja e luftës në Ukrainë është që nëse Rusia do pushtoj gjithë Ukrainën, kjo mund të jetë një kërcënim shumë i madh për pjesën tjetër të Evropës. Pra sidomos nëse mbyllet deti i zi gjithë i marrë nga Rusia, nëse merret dhe Odesa për shembull, kjo do të jetë kërcënim drejt për Rumaninë, do jetë një kërcënim drejt për Bullgarinë. Pas kësaj Rusia merr popullsinë e Ukrainës, merr burimet e Ukrainës, merr shumicën e ushtarëve të Ukrainës që arrin të pushtojë Ukrainën dhe bëhet një kërcënim shumë i madh për pjesën tjetër të Evropës. Pra kjo historia këtë gjë ka treguar në të kaluarën. Pra nuk është një gjë krejtësisht hipotetike që nuk ka ndodhur ndonjëherë nga në Rusi. Është diçka që ka ndodhur. Ne kemi parë në fund të luftës dytë botërore, kemi parë gjatë luftës së sot çfarë pushteti ka pasur Bashkimi Evropian, Bashkimi Sovjetik mbi vendet e Evropës lindore. Kështu që historia këtë gjë na tregon. Pra nëse Rusia pushton shumicën e Ukrainës, do dalë një Rusi shumë e fuqishme ushtarakisht, financiarisht, në fakt popullsisë të tjerë dhe ekonomisë të tjerë, dhe do të jetë një kërcënim shumë i madh në pjesën tjetër të Evropës, si Moldavia, si Rumania, për shembull, vendet balltike kështu me radhë. Dhe nis një zinxhir që është më mirë ta mundohesh ta këpusosh zinxhirin që në hallkën e parë, se sa ta këpusosh në hallkën e 10. Absolutisht. Tani jemi ke hallka e 10, një zinxhir që mund të jetë me 30 hallka, po gjithsesi ka dy mënyra, dy rrugë për të përballur Rusinë që të mos avancojë. Para është lufta, e dihet që ajo është me, le të themi, humbje njerëzore për të dyja palët dhe nuk dihet ku shkon. Ana tjetër është paqja. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia po përpiqen të gjejnë një territor të përbashkët për paqen, kemi edhe tentativat për nënshkrimin e disa pikave të marrëveshjes totale të paqes. Përveç anës së luftës, Europa, çfarë po bën për paqen? Ideja është që Evropa për momentin nuk është në tavolinë e bisedimeve mes palëve dhe është pak si thua më njënor, është spektator për momentin, thjesht hedh ide se ato ide që mund të kapen nga ata që janë në tavolinë. Ajo që Evropa bën është ideja e dërgimit të një force paqëruajtëse në Ukrainë, e cila supozohet të ruajë paqen në vitet në vazhdim. Mund të jetë në zonën e kontaktit, pra në gjithë vijën e frontit mes rusëve dhe ukrainasve, ose mund të jetë shpërndar në pjesën e ndryshme të Ukrainës. Për shembull, britanikët kanë treguar interes për të qenë në zonën e Odesës dhe nga ana, le të themi, gjeopolitike dhe strategjike, sigurisht që ka shumë interes, nuk është krejtësisht e nënkuptueshme ky interes i britanikëve, sepse nëse vendosen një bazë britanike në Odesë, një kontingjent ushtar britanik në Odesë, kjo do të jetë një arritje shumë e madhe strategjike për Britaninë e Madhe. Por kjo është ajo që ofron, si thua, Europa për momentin, pa një forcë paqëruajtëse, por kam përshtypjen që edhe forcat paqëruajtëse nuk janë ende të qartë se si do e dërgojnë në Ukrainë, në çfarë kushte do dërgojnë në Ukrainë dhe çfarë do bëj konkretisht forca paqëruajtëse. Edhe mbi të gjitha, cili është kuadri ligjor i operimit të kësaj force, ndërkohë që po në takimin e Parisit, Macron i shpërgjigjur pyetës një gazetari në lidhje me reagimin e rusëve ose me reagimin e kësaj force të supozuar paqëruajtëse, nëse rusët do të sulmojnë, pra ata nuk përjashtojnë një kundër sulm apo një goditje që do të çonte një përplasje të këtyre forcave në Ukrainë dhe nuk dihet se në çfarë niveli pastaj. Baza ligjore bëhet gjithmonë përmjet OKB-s në raste të tilla. Pra gjitha mandatet e tjera, misionet e tjera paqëruajtëse kanë qenë në bazë të OKB-s. Njëta gjë ka qenë misioni paqëruajtës në Kosovë për shembull. Kështu që supozohet që OKB-ja të bëjë një rezolut ku përfshihet brenda saj dhe dërgimin e një misioni paqëruajtës në Ukrainë. Ideja është që të dërgojë një mision të tillë, duhet që të gjitha palët ta pranojnë, pra duhet që Rusia ta pranojë dhe unë nuk po shoh në një
shenjë për momentin që Rusia mund pranojë në një mision paqëruajtës në Ukrainë çfarë lloj formi që është ai. Sidomos nëse të zëm një kontingjent britanik vendosur në Odesë. Pra ky do të ishte një kërcënim strategjik drejt për Rusinë. Pra ka një lloj themi amullie në mënyrën se si Europa po shoj përmendin, prandaj thash në fillim që ata vetë nuk janë të sigurt se çfarë ofrojnë për momentin. Pra nuk arritur akoma të kenë një propozim të qartë. Ndërkohë që këta po qartësojnë idetë e tyre edhe çështjet e kohezionit, a është e mundur që Shtetet e Bashkuara të arrijnë paqen me Rusinë për Ukrainën, e cila të paktën sipas Rusisë ka një pikë shumë kryesore, mos kalimin e armëve, mos përcjelljen e armëve në Ukrainë dhe sigurisht edhe të informacionit të inteligjent, që është një kusht kryesor për paqen. Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë paqen që nesër, nëse Donald Trump vazhdon të plotësoj kushtet Rusisë dhe Putinit, mund ta bëjë. Deri nga plotësua shumicën e kushteve që ata kishin, dhe mos kushtet kryesore, që nuk është e çudi mund ta bëjë edhe që nesër. Po ideja është që këtë paqe natë parë do ta pranojnë ukrainasit, sepse në fund fundit do ta firmos Zelenski, i cili është president. Do ta pranojnë dhe evropianët, sepse nëse dërgohet në formë paqëruese evropiane, sigurisht ata do të pranojnë paqen që do vendosin Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë. Prandaj ka shumë nivele që po, si thua, po luajnë në ditën kohë dhe secili duket se është në një drejtim të ndryshëm nga të tjerët. Unë mendoj që rusët në thelb nuk më duket se kanë një qëllim shumë të madh për të ndaluar luftën, para sepse ata po testojnë në radh parë se sa mban të thuash Donald Trump, pra në kuptimin deri ku është kufiri që ai do fillojë të sillet me Putinin siç son me Zelenski, nëse mund ndodh ndonjëherë, pra sa mban durimi i tij në lidhje me Rusinë. Pra ky është testi i parë që janë duke bërë rusët dhe deri tani duket se në testin janë duke e fituar, dhe testi i dytë që po bëjnë rusët dhe pse po e marrin kaq ngadalë, është sepse ka përballë një person i cili prisi është me nxitim në lidhje me Ukrainën, pra do një paqe shumë shpejt, dhe personat që janë në nxitim kanë tendencën të plotësojnë kushtet e të tjerët kundërshtarët. Dhe Rusia po bën testin në këtë moment dhe po tregon ose po mundohet faktikisht të kuptojë sa kushte mund të plotësojë Donald Trump për të arritur paqen. Pra dy kushte të mëdha janë plotësuar, që Ukraina nuk do të jetë pjesë e NATO-s dhe që territori që është pushtuar nga Rusia do jetë pjesë e Rusisë. Pyetja e fundit ka të bëjë me Gjermaninë edhe rolin e saj aktual në gjithë këtë situatë, diku amullie, diku konflikti. E dim që në luftën e dytë botërore u vran rreth 5 milion gjerman për shkak të Hitlerit edhe miliona të tjerë si nga rusët edhe nga vendet e tjera. Dhe sigurisht politika e Gjermanisë pas luftës së dytë botërore ka qenë pacifiste, por duket se kohët kanë ndryshuar edhe parat për të riformatuar atë që mund të konsiderohet ushtri gjermane nuk kanë më limit, ishte një vendim i le të themi Bundestagut. Si e shihni ju aktualisht situatën në Gjermani dhe ndoshta pa u ndjer, a mund të shkojë ajo në një situatë force që të surprizojë edhe Europën e hutuar, por edhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë? A ka rrezik kjo situatë aktuale në Gjermani? Dikur kujton që ka pasur 13 milion trupa efektive. Kjo nuk është me Gjermania dikush, më dhe ka ndodhur një ndryshim madh që dikur Gjermania armatose kërcënonte Evropën, sot po armatose të shpëtojë Evropën. Tani armatoset do të duhen disa vite, nuk është diçka që ndodh për pak muaj që mund ndodhi deri në fund të këtij viti, do duhen disa vite. Gjermania e ka mundësi industriale, ekonomike të riarmatoset. Duhet të kuptojnë që vendet evropiane në përgjithësi po fillojnë nga një nivel shumë i ulët i ushtrive të tyre, pra në krahasim që se krahasojmë nivelin e tankeve, avionëve luftarake të tjerë që ka Rusia përballë pjesëve të Evropës, Evropa është shumë dobët, shumë ulët në krahasim me Rusinë, pra duhen disa vite për të arritur në pikën e një armatosi serioze. Pa nuk është diçka që ndodh tani, mund ndodhi për disa vite. Dhe nëse Gjermania, le të themi, armatoset ashtu siç kanë në plan të ndodh, sepse duhet të shohim në praktik, sepse para 2 vitesh, 3 vitesh kur filloi lufta, Olaf Scholz premtoi $1 miliard në atë kohë, por nuk se ndodhi në $100 miliard, por nuk se ndodhi në një gjë e madhe në praktik, pra duhet të shohim në praktik një pas. Aktualisht nuk ka limit në buxhet, kështu që mund të harxojmë pa kufi. Edhe limiti thash për momentin është teori, le të themi si do përkthehet në praktik. Qëllimi i Evropës, i Gjermanisë, thematise Gjermanisë nuk është bëj luftë me Rusinë, nuk është as të çojë trupat në Ukrainë, është pikërisht atë që thashëm më parë, të mbrojë vendet balltike nëse ndodh një testim nga ana e Rusisë. Pra është një lloj, si thua, kërcënimi që ka ikur nga kërcënimi e bënte Shtetet e Bashkuara e bënte NATO, ky kërcënim ka ikur. Pra duhet që të jetë një lloj kërcënuesi, si thua, që të mbrojë vendet e tjera të Evropës nga një
sulm i mundshëm ose nga një testim i mundshëm që mund bëj Rusia në vendet balltike. Por që të kemi një luftë mes Gjermanisë dhe Rusisë, unë mendoj që kjo është e pamundur, sepse para Rusia nuk ka ndonjë qëllim të tillë dhe dyta unë kam përshtypjen që Rusia nuk e ka në gjendje të bëjë një luftë me të gjithë pjesët e Evropës. Pasi Evropa është e pa armatosur sot, po ka mundësitë ekonomike, ka një ekonomi 15 herë më të madhe se Rusia dhe ka mundësinë ta bëjë diçka të tillë. Pra, qëllimi kryesor i kësaj riarmatosje është, si thua, pengimi i sulmeve të tjera të Rusisë ose pengimi i testeve që mund të bëjë Rusia, siç thash, në vendet balltike. Pra ky është qëllimi për të treguar Rusisë që shkoj përballë ka një forcë të tillë. Pra mos guxo, është diçka e ngjashme me atë të armëve bërthamore. Pra armët bërthamore janë aty për të siguruar që të mos sulmohesh. Të njëjtën gjë po mundohet të bëjë dhe Gjermania ose Franca, pra të armatoset aq shumë sa një armatosje e tillë do ta bëjë Rusinë të mendohet 2 herë, 3 herë, 4 herë para se të bëjë një test për Balltikën. Pra ky është qëllimi kryesor, nuk është qëllimi për të bërë luftë me Rusinë ndërkohë, sepse asnjë palme nuk e ka interes, thosh. Dhe Kirsafi, ishte shumë kënaqësi që pata në Syrin e botës, falenderoj shumë. Kënaqësi për mua. Ky ishte Syri i botës për këtë javë. Ju falenderoj shumë që më ndoqët.